Pas ndërprerjes së kamerave, Londrim Mekaj dërgohet me urgjencë jashtë shtëpisë. Familja thyen heshtjen dhe akuzon. Një situatë dramatike ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Kosova në orët e fundit, duke vënë në alarm jo vetëm produksionin, por mbar opinionin publik. Banori Londrim Mekaj ka pësuar një kolaps shëndetësor, duke humbur ndjenjat të fikët, gjë që detyroi stafin të ndërhynte me urgjencë dhe të ndërpriste menjëherë transmetimin live. Ndërsa kamerat mbetën të fikura, rrjetet sociale shpërthyen me akuza të rënda. Fansat dhe familjarët e Londrimit nuk kanë kursyer asgjë, duke lënë të kuptohet se shkaku i kësaj gjendje është mungesa e ushqimit dhe kushtet e vështira brenda shtëpisë. Drejtësi për Londrimin ishte thirrja që u bë virale, ndërkohë që llogaria zyrtare e banorit, e menaxhuar nga familja, rishpërndau mesazhet e shqetësimit, duke konfirmuar tërthorazi krizën. Ky është incidenti i dytë i rënd brenda pak ditësh, pas rastit të Alba Pollozhanit, duke ngritur pikpyetje të mëdha. Ndonse se Londrimi është rikthyer në shtëpi pas ndihmës mjekësore. Tensioni mbetet në kulm dhe publiku po kërkon llogari për sigurinë e banorëve.